Dhe do ishte mirë, sepse është vërtetuar që po nëse fota goditet, mund të kemë një Çernobil të dytë. Një Çernobil të dytë, i cili mund të ketë rrezatimi i tij, mund të prek ndoshta edhe te ne, por në këtë drejtim sot ka liderë botërorë të cilët mund të them kanë ndikimin e tyre dhe kanë mundësinë që të evitohet. Mendoni se do ketë një tym të varësh nga ky takim në Gjenevë? E para, po që se ka sinjale që amerikanët mund të pajtohen, apo në mënyrë indirekte përmes këtyre vendeve që përbëjnë korpusin perëndimor, ose të vendet të Unionit Evropian, me plashtim të Anglisë, që është larguar nga Unioni, por sidomos është pjesë e kampit perëndimor. A do del tymi i bardhë, unë jam skeptik. Ajo varet pak a shumë, meqense po që se Irani pranon që të ulë në zero pasurimin e uraniumit nga 3.67%, të kaloj në zero, ka gjas, por është vështirë të thuhet për momentin, sepse në këtë botë kemi edhe aktorë tjerë, të cilët, mund të them drejtën, Kina është jo zyrtarisht dhe në aspektin ushtarak, për krahje të Iranit, tu ka deklaratë, të them kështu, të hapë. Mirë po Kina duket ka bërë disa lëvizje me 2-3 Boeingat e tij gjatë 30 viteve të para të luftës, kur nuk dyshohet, por është pas e vërtetë që avionet e tillë me materiale me siguri ushtarake kanë hyrë në Iran dhe është ndërprer përcjellja e radarit dhe kur ka hyrë në hapësirën ajrore, nuk është ditur se ku ka e kanë orientimin dhe destinacionin, por destinacioni ka qenë Irani. Kjo tregon që kemi thënë drejtën pak a shumë edhe me rigoditje që i bëhet BRICS-it, ose edhe 2 perandorive për primat asaj perëndimore dhe lidoret aziatike. Kjo mund të jetë rrezikshme edhe për amerikanët, nga se ata që ballafaqohen në këtë rast me një luftë të përmasa më të mëdha, por edhe të goditjeve që mund të psojnë, atëherë kinezët është një test i mirë për ta, dhe është, mund të them, e favorshme. Por prapë mendoj që nuk the kokën për Iranin as Rusia as Kina, por mund të përdoret për dobësimin e kundërshtarit e tyre, siç janë në këtë rast amerikanët. Mendoj që ka edhe pak kjo luftë, unë kam një tekst të shkruar atje pse lufta Izrael-Iran janë çështja, mund të them, e gjithë asaj të gazsjellsve dhe të rrugës së shkëmbimit të malrave nga India për të arritur të larguar ngushticën e Hormuzit, për të kaluar në Arabi Saudite ose nga Omani, sultanati, dhe pastaj të ardhur te porti Haifas në Izrael. Dhe ruta e dytë është ajo me ndafshit kinez dhe deri te Turqia. Dhe këtu është, më duket, pëjenta e konfliktit. Do thot goditja që i bëhet aliancës Iran, Kinë, Kore e Veriut dhe Rusi. Por sidomos Kinës. Dhe në këtë drejtim kemi lëvizje të cilat, sepse çdo luftë prapa ka, mund të them, ato interesat ekonomike ose grabitin e resurseve ose rrugëve që sjellin këto të mira materiale, qarkullimin e tyre. Prandaj situata është e tensionuar, por mos të ikëm nga pyetja që pyeti ju për takimin e sotshëm. Mendoj që mund të ketë gjas, po që se Irani arrin të kuptoj që mund të psoj bukurën në tërë zhvillimin e vet të infrastrukturës të kapaciteteve, qoftë ushtarake, por edhe të resurseve, të infrastrukturës së tyre. Sepse është në aspektin religjioz quhet një farë lloj fetvaje, një farë lloj vendimi i aspektit fetar islam që nuk lejohet prodhimi i shkatrimit të armëve në masë. Hamneja ka thënë këtë më herët, por që se Hamneja ka dhënë një deklaratë kërcënuese edhe për Shqipërinë,
Kjo jo tash, më majre ka qenë, për vendosjen e grupit të mujahedinëve në atje afër Durrësit të starve. Dhe edhe sot në një kanal televiziv jam pyetur a është rrezik Shqipëria shënjestrohet. Nuk e besoj, por nuk është edhe pamundshme. Se perimetri i tyre i goditjeve atyre 6 radhëve të potencialit raketor iranian ka supozime mund të rrinë deri te Austria. Por unë besoj që hallet dikun tjetër. Irani në këtë rast është për të mirën e tij që të pranoj edhe reduktimin në nul. Por tash kemi hyrë në një situatë kur qëndrimi varet edhe qëndrimi, sepse Rusia ka ose Putini në konferencën për shtyp ka deklaruar që Irani nuk ka qenë i gatshëm të pranojë ndihmën ushtarake kur ka bërë marrëveshje për partneritet strategjik. Por Rusia nuk e ka dërguar as blerjen e Suhove 35. Mendoj këtu ka qenë ajo që ka shantazhuar Putini, por ato raportet Iran-Rusi ka të bëjnë që Rusia është interesuar që edhe regjimi i tillë të qëndrojë në Iran. Të qëndrojë, nga se nuk dëshiron të përsëritë Sirinë me Iranin. Irani është një vend 1.6 milion kilometra katror me 88 milion banor. Nuk është do si do, është vend që mund të them drejtën është vështirë të koketohet për të bërë ndryshime të mëdha. Po në rast do të kemi një përshkallëzim të luftës në lidhjen e mesme, cilat nga shtetet muslimane dhe jo muslimane mendoni ju se do të pozicionohet krah Iranit? Dua të kujtoj këtu dhe raportimet që thonë se Pakistani mund ta godiste Izraelin me armë bërthamore për ta mbrojtur Iranin. Është e deklarata më duket të shefit të shtatëmodërisë pakistaneze Amir Munir, i cili ka deklaruar që në ditën e parë, po se gaboj, që Irani po që se implikohet do një vendi tretë, do ndihmoj Iranin, po që se goditet në aspektin atomar, atëherë susta Pakistanit do godes Izraelit. Susta atomare, kuptohet. Dhe kjo, hajde mos të them një aleancë fetare paraqet, por mendoj që te Pakistani më duket që janë njerëz që kanë një credo, një krenari, sidomos pas luftës për hindokush për Kashmirin, atyre 3 pjesëve, Kashmir Gjum, pastaj asaj Balistan, që në Pakistan dhe Sade, dhe pjesa e 4 asaj që kontrollohet nga kinezët 28.030 kilometra katror. Por mendoj që ajo fitore e tillë ka ngritur sepse e mundi i din, do të them, në luftën 5 me ndihmën e teknologjisë kineze, aviacion me jet 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos ta vitë turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë më të them atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata e 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia pozicionimin e saj mund të them e donon fuqishëm sulmin e Izraelit, mirë po nuk është ajo që do i në luftë për Iranin, edhe pse ka interesa, ka qenë përfituesi më i madh në këtë kohë të sanksioneve ndaj Iranit, që ka bërë, do thotë, me rezultate të ndryshme, qoftë sidomos të botës perëndimore, dhe ka arritur që me depërtimin e naftës të arrijë të krijojë resurse dhe të ketë një shkëmbim dhe përfitime, edhe me çmim të lirë, por edhe pastaj për tranzit. Kapacitetet turke, meqense ka qenë, më të them, një deklarate Devlet Bahçeli, liderit të MHP-s, plakut e politikës turke, i cili është në bashkëqeverisje me AK-partajin e Turqisë ose me Erdoganin, partinë e tij, që thotë kush do jenë në rend. Dhe supozon që Turqia do të jetë pika e arshme konfliktit mes Izraelit dhe Turqisë. Do thotë që ose edhe Pakistani në këtë rast, por
Mendoj që Turqia nuk intervenon ushtarakisht vetëm po që se prekën interesat e saj të drejt për drejta. Ka qenë një paraleliment që ka Izraeli, avionet e tyre kanë shkelur hapësirën, ajo është demantuar nga të dy palët. Izraeli nuk prek Turqinë, është edhe klasë tjetër, edhe më fërku me Turqinë nuk është edhe bashkëlet, thëmë drejtën. Por për momentin Turqia arru një strategji të zhvillimit të industrisë së saj të mbrojtjes që është, mund të thëmë, në hapa jashtëzakonisht të shpejtë, dhe asaj që pret momentet. Momentalisht, pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanyahu, por ose Egjipti nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i ndalin në ndim. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është premat për forcë dhe sipas tyre ata nuk e shohin me sy të mirë ngritjen e Iranit, forcimin e Iranit. Mirë po, është një luftë, mund të them, që bëhet edhe në aspektin e përbrendshëm ideologjik në botkuptimin islam, por edhe në primatin e forcës dhe kontrollimin e resurseve. Sepse po që se kemi, mund të them, një ndryshim në aspektin e përgjithshëm, ose të marrjes kahje të luftës që mund të përfshijë edhe shtetet e tjera të regionit, atëherë edhe për këto vende ose tri fuqit që përmenda, Turqinë, Arabinë Saudite dhe Iranin, nuk do të ishte ndoshta shumë e përshtatshme. Sipas jush, cili është çelësi i përfundimit të këtij konflikti? Mendoni se ka ndonjë gjë që mund ta përfundojë komplet konfliktin pa u përshkallëzuar? Mendoj që është e para programi iranian në bisedime, i cili ndoshta mund të ketë, por do jetë me kushte. Nga se po që se për Irani duhet të them kështu, nuk është mendimi im, ajo është çështje që kërkojnë këtë rast amerikanë, me disponimin e Izraelit, që ky program do thotë të përdoret vetëm për programe dhe qëllime që kanë të bëjnë për medicinë, për energji, për furnizim energji elektrike. Bile Rusia ka nënshkruar kontratë me marrëveshje me Iranin për ndërtimin edhe të 7 apo 8 centraleve për qëllime pasore. Bushera nuk goditet në pjesën, mund të them, ku ka 200 inxhinierë dhe ekspert rus. Putini dje deklaroi që ka marrëveshje dhe komunikim me Izraelin që mos goditet ky central. Iran do thotë, ndonjëherë njeriu mendon që ka kalkulime të tilla që mund të jetë luftë me precizitetin e marrëveshjes, ta quaj kështu, ose asaj që deri ku mund shkohet dhe deri ku jo, do disa vija të tilla. A ka shpresë? Mendoj që e para është programi, marrëveshja, kombinimin asaj peshës, mund të them, të bisedimeve. Por problemi është të dy fuqit, mund të them, të regionit, Izraeli dhe Irani, kush do jetë fituesi kësaj lufte. Dhe rezultati pastaj mund të nxirret që të dy palët paraqesin si sukses, si fitore, meqense mendoj që edhe Izraeli ka humbur kapacitetet e veta, është në limit, sidomos në aspektin e municioneve, pastaj të tërë teknologjisë që nënkupton në mbajtjen, pastaj organizimin dhe fillimin e marshutave, duket F-35 që ka një pauzë 7 pas aksioneve, dikur mos gaboj 72 orë. Të gjitha këto komplikojnë situatën, nga se Izraeli është një vend i vogël, është një vend dikun sa Shqipëria, me 14 milion banor, dënësi më të madhe, do thotë, për shkak të mund të them të asaj që paraqet natyrën historike të 3 religioneve feve abrahamike, dikun 8 milion ebrej dhe 7 milion arab. Do thotë është një vend që i vogël, ta quaj kështu, por kuptohet që ka ndihmën edhe për kujdesin e fuqisë më të madhe botërore. Meqense po them fuqisë më të madhe botërore, nga sa renderi botror nënkupton krijimin e asaj shumë polaritetit, i cili edhe në këtë luftë po sfidohet, po testohet. Dhe kjo do të ishte
është ndoshta momentumi që ka shanse, po që se arrihet ajo marrëveshja e tre akterëve të influencës botërore. Këta tre aktorë do ta ndojnë zonat e influencës botë, amerikanë, kinezë dhe rusë. Dhe këta mund të vinë përfundim që kjo luftë është në interes të tyre dhe të paqes që të ndalet. Shkop magjik tjetër është problem të vija, ose ai që arrin që ta ndërmoj kundërshtarin dhe të dorëzohet pa kushte. Është e dhimbshme për gjithë, qoftë banorët në Izrael, qoftë në Iran, për qytetarë, për civil, që goditjet e të ardhmes, po që eskalon situata, do të jenë të dhimbshme edhe për Tel Avivin edhe për Tehranin. Qartë, zoti Viladhi, unë ju falenderoj shumë për përgjigjet tuaja të theduara dhe për këtë analizë që ndriçon më shumë këtë konflikt. Është kënaqësi çdo herë, faleminderit. Faleminderit juve.